Me njerë pas abdesit është rëndësia e namazit, ruajtja e namazit. Madje, ajo që më smiri e ruan raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala është ruajtja e namazit. Gjithë ditën me mendu për Zotin, gjithë ditën me ju lut Zotit, por mos me e falë namazin, nuk e kemi rujt raportin me Zot. Sepse nuk është mënyra që Allahu ka caktuar. Allahu e din më së miri se cila është mënyra më e duhur për me rujt në lidhjen me Allah. Ai është Zoti. Ai i përcakton urdhrat. Ai i di më së miri pasojat, i di edhe nevojat, i di edhe mangësit, po i di edhe përparësitë tona. Prandaj thot hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Ruani namazet në përgjithësi, e namazin e ikindis në veçanti. Wa qumu lillahi qanitin, edhe ngrituni për Allahun duke u fal, duke qëndruar në qiyam, duke i lutur Allahut në namaz. Sepse namazi është shtyllë e fesë islame. A mund të ndërtohet fetaria jonë e brendshme dhe e jashtme pa shtyllë? Nuk mundet. Ashtu siç nuk ndërtohet një ndërtesë pa shtyllë, nuk mund ndërtohet as fetaria në përgjithësi. E shtylla bazike, madje amudu din e ka thujt pejgamberi Allahut, është themel. Shtyllë themeltare e fesë është namazi. E kush e ruan namazin, e ruan Zotin. Respektivisht, e ruan lidhjen me Zotin e Madhërisëm.